Cilat janë disa nga simptomat e prekjes nga magjia? Simptomat kryesore nga natyrshmëria e hyrjes gjinit në trupin e njeriu, mënyrë pëson një ftohje, pëson një rëndes, si nga ana psikologjike dhe nga ana shpirtërore. Ka përherë dhimbje shtërnim gjoksi, dhimbje zemre, aritmi zemre. Përherë ka dhimbje lukë të stomakut, fryrje barku, dhimbje shpine, dhimbje mesi dhe këmbët i rrin gjithmonë të ftohta. Nga ana psikologjike është gjithmonë i nervoz, rri i mbyllur. Domethënë i duket sikur jeton kot. Shpesh kalojnë depresion, vetvrasje këta personat. I duket sikur ati nuk ka të ardhme në këtë dynja. Edhe gjithmonë shoqërohen me rënje floku, shoqërohen me errësirë, i errën syt, nuk shohin mirë. Shoqërohen domethënë gjithmonë me ëndra të këqija. Gjatë natës shohin qenë gjaprinj të vdekur, errësirë. Shpesh ta domethënë kanë kokë dhimbje të vazhdueshme, e cila u vazhdon nga akşami deri gjatë gjithë natës. Kanë dhimbje të forta. Edhe kanë pagjumësi. Rrin të mbyllur, të plogësht dhe nuk dërojnë të zhurmë. Kjo është tipike e magjive. Të gjitha format magjive.